përvesëm vetëm aktin e nënshkrimit, aktin solemn të nënshkrimit të marrëveshjes paqësorë. Në Kosovë mund të ketë njerëz të cilët janë të armatosur, që ushtria shërbimtare e Kosovës nuk i ka në kontroll. Shpallin Kosovën qytet të pavarur dhe demokratik. Unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Akuza është krejt e paqëndrueshme dhe deklarohet i pafajshëm plotësisht. Si udhëheqës politik i UÇK-s dhe president, ai ishte figurë kyç e shtetëndërtimit të Kosovës. Sot, Hashim Thaçi, së bashku me 3 ish bashkëluftëtar, pret verdiktin e gjykatës speciale në Hag si zyrtari më i lartë i UÇK-s që përballet me drejtësinë. Çfarë treguan 2 vjetët e dëshmive dhe kur pritet vendimi përfundimtar? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. 2 vjet dëshmi, qindra dëshmitar dhe një gjykatë që do të vendosë se si do të mbahen mend ushtria çlirimtare e Kosovës dhe udhëheqësit e saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. 4-shja në paraburgim që nga viti 2020 pret verdiktin në Hag, ndërsa 2 vjetët e fundit të dëshmive hodhen dritë mbi rolet dhe përgjegjësinë e saj gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ushtria çlirimtare e Kosovës u formua në fillim të 90-tave si një grup gueril që luftonte për të drejtat e shqiptarëve nën regjimin serb të kohës. Gjatë luftës së viteve 1998-99, ajo u shndrua në forcën kryesore të rezistencës së armatosur. Udhëheqësit e saj politik, përfshirë Hashim Thaçin, dolën në skenën ndërkombëtare në fillim të vitit 1999, kur morën pjesë në negociatat e Rambujës. Aty UÇK-ja u legjitimua si palë negociuese në procesin që synonte të jepte fund luftës dhe të hapte rrugën drejt një zgjidhjeje politike për Kosovën. Kur vendi shpalli pavarësinë më 2008, Thaçi ishte kryeministër. 8 vjet më vonë u zgjodh president dhe shërbeu deri më 2020, kur dha dorëheqje për t'u përballur me akuzat e gjykatës speciale në Hag. Nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti i Republikës së Kosovës. Prandaj, për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit e Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit e Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me bashkinë ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Përveç Thaçit, në gjykatë u dorëzuan edhe Kadri Veseli, i cili ishte udhëheqësi i shërbimit të inteligjencës në UÇK, Jakub Krasniqi ZDN-s dhe Recep Selimi nga shtabi i përgjithshëm. Akt akuza kundër tyre, konfirmuar më 26 tetor 2020 dhe publikuar më 5 nëntor të atij viti, e ngarkon secilin me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera nga marsi i vitit 1998 deri në shtator 1999 në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë. Sipas akt akuzës, 4 burrat ishin pjesë e një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale dhe ndanin qëllimin e përbashkët për të fituar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën me anë të mjeteve që përfshinin friksimin, keqtrajtimin, kryerjen e dhunës dhe largimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin kundërshtar. Këta kundërshtar dyshohet se përfshinin pakica etnike, serb, rom dhe të tjerë, si dhe shqiptarë që nuk e mbështesnin UÇK-n. Së paku 102 persona dyshohet se u vranë dhe më shumë se 20 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Akt akuza gjithashtu i referohet përgjegjësisë superiore të pandehurve për shkak të pozitave të larta udhëheqëse brenda UÇK-s për krimet e kryera nga personat nën kontrollin e tyre dhe antarët e së ashtu quajturës ndërmarrje e përbashkët kriminale. 4-shja mohoi fajsin, ndërsa gjykimi nisi më 3 prill të vitit 2023. Në fjalimin e tij hapës në gjyq, prokurori i specializuar në detyrë Alex Whiting tha se shumica viktimave të pandehurve
ishin bashkombës shqiptar të Kosovës. Në zellin e tyre për të goditur dhe eliminuar ata që i konsideronin kundërshtar, të pandehurit mbështetën dhe zbatuan një politikë që shpesh i viktimizonte edhe të vetët të tyre. Gjatë këtyre 2 vjetëve, prokuroria prezentoi qindra dëshmi, 117 me shkrim dhe 125 dëshmitar që dëshmuan në sallën e gjyqit. E që ardhë në të tetës, punën e tina e punëteve i kumë po me sytë mi, që ka menu me në shfarus. Ka menu me në shfarus. Nuk kem kohë se kem shambuj tjerë me të reguë, kam shumë shambuj tjerë me të reguë. Kjo është e vërteta. Me krejt familjen, qëllimi ti u ko me mujtë me në qfarus. Mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e provave më 15 shtator. Ekipi Krasniqit paralajmëroi 2 dëshmitar në sallë dhe 2 dëshmi me shkrim, ndërsa mbrojtjet e Veselit dhe e Selimit nuk paraqitën prova. Dëshmitarët e mbrojtjes, kryesisht zyrtar të lartë perëndimor me njohuri të drejtë të ngjarjeve, filluan me James Rubinin, ish ndihmës sekretari i shtetit amerikan. Strategjia e mbrojtjes ishte të argumentonte se UÇK-ja nuk kishte një strukturë të qartë komanduese dhe se Thaçi, shpesh jashtë Kosovës dhe në rol politik, nuk ushtronte autoritet mbi operacionet. Rubin dëshmoi për 3 ditë radhazi, ndërsa në sallë ishin të pranishëm si vëzhgues edhe zyrtar aktual të Departamentit Amerikan të Shtetit. Rubin dëshmoi se Thaçi kishte pror nga të cilët duhej të merrte miratim, dhe se ai ishte më shumë një fytyrë publike për t'u prezantuar në Perëndim. Hashim Thaçi duhej t'ju drejtohej këtyre komandantëve të UÇK-s për informacion, njohuri, vendime. Kështu që unë e kam parë duke treguar respekt ndaj tyre për çështjet përmbajtësore të UÇK-s. Dëshmia e Rubinit u mbështet nga një sër personalitetesh që e pasuan atë në bankën e dëshmitarëve. Nga Paul Williams, ish këshilltar ligjor i Kosovës, deri te Wesley Clark, generali që udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër Thaçeve të atëhershme jugoslave në vitin 1999. Më kujtohet që e kam parë Thaçin sepse ka qenë zëdhënës, ishte i pastër, i veshur mirë, dukej më perëndimor se të tjerët, nuk dukej se kishte qenë në mal, duke luftuar për 1 ose 2 vjet rresht. Ishte e qartë se ai nuk ishte përgjegjës. Clark ishte dëshmitari i fundit i mbrojtjes, duke e përmbyllur dëshminë e tij më 18 nëntor. Një ditë më vonë, gjatë konferencës mbi ecurinë e çështjes, avokati i Thaçit Luka Mishetic sinjalizoi se mbrojtja mund të kërkojë edhe një dëshmitar shtesë. Megjithatë, mbrojtja dhe prokuroria ranë dakord që dosjet përfundimtare të dorëzohen deri më 30 janar të vitit të ardhshëm, apo 60 ditë pas përfundimit të paraqitjes së provave. Me këtë rast po ashtu tha se deklaratat përmbyllëse nga ana e prokurorisë, mbrojtjes dhe përfaqësuesve të viktimave do të jepen pas dorëzimit të dosjeve finale. Zëdhënësi i specialës Michael Doyle i tha Radios Evropa e Lirë se rregullat parashohin që gjyqtarët duhet ta shpallin aktgjykimin brenda 90 ditësh nga mbyllja e çështjes, përveç në rastet kur rrethanat kërkojnë më shumë kohë. Njohësi i çështjeve ligjore Mark Kelly spret që gjykimi të shpallet në pranverë ose fillim të verës. Ai vlerëson se çështja është në një pikë realisht të balancuar. Provat aktuale lejojnë si mundësinë e dënimit ashtu edhe të pavajësisë. Gjithçka do të varet nga mënyra se si gjykatësit do ta interpretojnë strukturën komanduese të UÇK-s sipas tij. Çdo dëshmi vlerësohet me vete në bazë të besueshmërisë, saktësisë, qëndrueshmërisë dhe jo në bazë të asaj se cila palë ka thirrur dëshmitarin. Gjykatësit marrin parasysh faktorë të tillë si sjellja e dëshmitarit, koherenca e rrëfimit, interesat apo paragjykimet e mundshme, si dhe mënyra se si dëshmia qëndron gjatë ballafaqimit në sallë. Në këtë gjykim, prokuroria dhe mbrojtja ofruan 2 rrëfime krejt të kundërta për UÇK-n. E para, paraqitjes së organizatë të strukturuar me zinxhir komandimi deri te Thaçi, ndërsa tjetra si një grup gueril pa hierarki formale. Ellis thot se në raste si këto, gjyqtarët duhet të vlerësojnë besueshmërinë e çdo versioni, sepse shpesh të dyja palët mund të kenë elemente të së vërtetës. Ai shton se standardet ligjore janë gjithashtu vendimtare në këtë proces.
Për shembull, ligji ndërkombëtar mbi përgjegjësinë komanduese dhe ndërmarrjen e përbashkët kriminale nuk kërkon domosdoshmërisht një hierarki të zakonshme ushtarake. Mjafton kontrolli efektiv ose një organizim funksional për të zbatuar një plan të përbashkët. Gjyqtarët do të shqyrtojnë nëse Thaçi dhe të tjerët kishin kontroll efektiv mbi ata që kryen abuzime. Dhe provimi i ekzistencës së një hierarkie formale ose faktike, si dhe përcaktimi i rolit të secilit të pandehur brenda saj, do të jenë vendimtare për ngritjen e përgjegjësisë penale, përfundon Ellis. Ky gjyq është më i rëndësishmi deri më tani për gjykatën speciale, e cila është pjesë e një përpjekje ndërkombëtare për të hetuar konfliktet e brendshme në Kosovë gjatë dhe pas luftës për pavarësi në fund të viteve 90. Cili do që t'jetë vendimi, ai pritet të ketë jehon edhe përtej Kosovës, mbase deri në SBA, sepse siç ka theksuar edhe Rubin në dëshminë e tij, Thaçi me vite të tëra ka bashkëpunuar ngushtë me Washingtonin për paqe dhe pavarësi. Joe Biden, si zëvendës presidenti i SBA-s, e quajti atë George Washingtoni i Kosovës, kur vizitoi shtëpinë e bardhë në vitin 2010. Richard Grenell, i cili ishte i dërguari special për negociatat e paqes midis Kosovës dhe Serbisë gjatë administratës së parë të presidentit Donald Trump, e cilësoi ndalimin e Thaçit si një padrejtësi të rëndë. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, edhe pse e shpërbër, mbetet një organizatë popullore për shumë kosovarë, të cilët i atribuojnë asaj luftën që çoi në pavarësi. Ndaj shumë qytetarë besojnë se gjykata speciale në Hag është e një anshme ndaj UÇK-s dhe synon të diskreditojë rolin e saj. Kjo ka nxitur disa protesta jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Tiranë, Hag dhe qytete të tjera. Specialja, e njohur zyrtarisht si dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyra prokurorit të specializuar, funksionon si pjesë e sistemi gjyqësor të Kosovës, por përbëhet nga gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar. Sa i përket stafit, amerikanët janë grupi i dytë më i madh pas holandesëve. Vendimi i tyre do të përcaktojë jo vetëm përgjegjësinë e të pandehurve, por edhe mënyrën se si Kosova e sheh dhe e rrëfen një pjesë të ndjeshme të historisë së saj të fundit. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.